10 datat historike që formuan fatin e kombit shqiptar. 168 para erës sonë, pushtimi romak i lirisë. Në epokën antike, trojet shqiptare ishin pjesë e mbretërisë së fuqishme ilire. Me 168 para erës sonë, mbreti i fundit i lirë, Genti u përball me legjionet e Romës në Shkodër. Pas luftimeve të ashpra, ai u mposh nga generali romak Luci Anicius Gallus. Genti u morob, ndërsa mbretëria ilire u nda në pjesë të vogla. Kështu mbaroi liria e parë politike shqiptare dhe filloi eoni i gjatë i sundimit romak në trojet tona. Kjo humbe tragjike, edhe pse e trisht, ulosi krijimin e një trashëgimie kulturore antike në Shqipëri dhe shënoi një kapitull themelor historik. 2 mars 1444, lidhja e Lezhës. Pas shekujsh sundimit të huaj, në mesjet u ndes shpresa e rezistencës. Më 2 mars 1444, në qytetin e Lezhës, mblidhen prisit kryesor shqiptar të kohës. Atë ditë, heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, bashkë me familjet e fuqishme Arjaniti, Muzaka, Dukagjini, Balsha e të tjera, u pajtuan për një aleancë të përbashkët. U formua Lidhja e Lezhës, një bashkim ushtarak për t'i rezistuar perandorisë osmane. Skënderbeu zgjodh komandant suprem dhe flamuri shqiptar u ngrit mbi kështjella. Kjo aleancë e rrallë midis prizve vendosi unitetin luftarak të shqiptarëve dhe ndezi shpresën për liri, duke frymëzuar betejat heroike që erdhën pas. 25 janar 1479, rënja e Shkodrës dhe pushtimi osman. Pas 25 vjet veprash heroike në emër të lirisë, kulmi i lidhjes së Lezhës erdhi me rënjen e fortifikimit të fundit. Më 25 janar 1479, Perandoria Osmane dhe Republika e Venedikut nënshkruan një traktat paqeje. Qyteti kështjelli i Shkodrës ju dorëzua Sultan Mehmetit II. Edhe pse banorët dhe princët shqiptar rezistuan heroikisht, bastioni i fundit i lirisë së ra. Kjo humbe dramatike vulosi fundin e epokës mesjetare. Nga ajo ditë trojet shqiptare u bën pjesë e perandorisë osmane. Kjo ngjarje u konsiderua si zhdukja e strukturave shtetërore të mesjetës shqiptare dhe fillimi i shumë shekujve sundimi osman në Shqipëri. 10 qershor 1878, lidhja e Prizrenit, fillimi i rilindjes kombëtare. Pas më shumë se 4 shekujsh sundim osman, shqiptarët nisën të ngjallnin vedijen kombëtare. Në Kongresin e Berlinit, qershor 1878, vendet e mëdha të Evropës nën Ballkanin pa pyetur shqiptarët. Kundër këtij padrejtësie u ngrit një reagim historik. Më 10 qershor 1878 u mbajt kuvendi i Prizrenit. Atje u formua Lidhja e Prizrenit, ku morën pjesë rreth 47 princër, bejlere intelektual shqiptar nga viset të ndryshme. Kryetar u zgjodh patrioti Abdyl Frashëri dhe antarët vendosën të bashkonin forcat për të mbrojtur tokat e tyre. Lidhja vendosi krijimin e një administrate autonome dhe kërkoi Shqipëri të bashkuar, hap simbolik i fortë që demonstroi vendosmërinë për t'u vetë qeverisur. Kjo ishte themelimi i lëvizjes kombëtare shqiptare dhe shenja se tirania e vjetër po thyej. 14 nëntor 1908, Kongresi Manastirit, alfabeti i përbashkët. Rilindja kombëtare u konkretizua dhe në fushën kulturore. Një ngjarje vendimtare ndodhi në Kongresin e Manastirit, sot Bitol, më 14 deri 22 nëntor 1908. Ati u mblodhen intelektual, arsimtar dhe patriot nga të gjitha trojet shqiptare, me një mision të qartë, të harmonizonin alfabetin e gjuhës shqipe. Në shkolla dhe botime përdorej një përzierje gërmash latine, greke dhe osmane, që shpesh pengonte komunikimin. Delegatët vendosën të adoptin alfabetin latin të pasuruar me shkronja për tingujt specifik të shqipes. Kjo zgjedhje fuqizoi arsimimin e gjuhën anëtare dhe bashkoi kulturën kombëtare. Flamuri i ri i një epoke bashkëpunimi kulturor që përforcoi ndjeshëm identitetin shqiptar. 28 nëntor 1912, shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Kërcimi i rilindjes kombëtare u kulmua në shpalljen historike të pavarësisë. Më 28 nëntor 1912,
Në qytetin e Vlorës u ngrit flamuri kombëtar me shqiponjën dy krenare dhe u lexua deklarata që do të bëhej themeli i shtetit shqiptar. Në këtë ceremoni madhështore morën pjesë 40 delegat nga të gjitha viset shqiptare, duke njoftuar se Shqipëria u bë republikë e lirë dhe e pavarur. Ismail Qemali u betua në këtë flamur si përfaqësues i kombit. Ky akt solemn i dha fund shekujve të sundimit të huaj në Shqipëri dhe krijoi menjëherë institucionet e reja. Qeveria e përkohshme me kryeministër Qemalin dhe ministrat e parë shqiptar. Historia merrte një ktesë të re. Nga kjo ditë, kombin shqiptar e pranoi edhe bota si shtet sovran. 21 janar 1920, Kongresi i Lushnjës, forsimi i shtetit të ri. Edhe pse i shpallur, shteti i ri shqiptar fillimisht që i brisht. Pas luftës së parë botërore, fuqitë e mëdha diskutuan ndarjen e vendit tonë, ndërsa Italia qëndronte në jug të vendit. Për të kundërvënë këtij rreziku, shqiptarët mobilizuan vetveten në Kongresin e Lushnjës. Më 21 janar 1920, delegat nga të gjitha krajinat, nga Shkodra në Korçë, u mblodhën në qytetin e Lushnjës. Me votim unanim, u riafirmua vendosmëria për t'i ruajtur kufit e shpallur dhe u rrëzua qeveria e Durrësit, që pranonte influencën e huaj. U formuan qeveri e re kombëtare me drejtues të rinj si Luigjë Gurakuqi dhe u vendos që Shqipëria të mbrohet me çdo mjet. Vendimet e Lushnjës shuan më pas në luftën e Vlorës, shtator 1920, dhe në fund largimin e trupave italiane nga tokat shqiptare. Me këtë fitore, shteti sapo krijuar u konsolidua si i vërtet dhe i paprekshëm. 28 nëntor 1944, çlirimi i Shqipërisë, lufta nacional çlirimtare. Pas dekadash nën tirani e pushtim, shqiptarët u ngritën në rezistencë kundër fashizmit. Pas një lufte të gjatë partizane, data vendimtare erdhi në fund të luftës së dytë botërore. Në një ironi historike simbolike, me 20 nëntor 1944, pikërisht ditën e pavarësisë, partizanët triumfuan. Forcat nacional shqiptare hynë në Tiranë dhe përzuan nazistët. Flamuri shqiptar valviti në sheshin kryesor, ndërsa qytetarët përshëndetën lirinë e qytetit. Ky çlirim nuk ishte vetëm përfundimi i okupimit ushtarak, por edhe themelimi i qeverisë së re popullore. Forcat partizane, me në krye Enver Hoxhën, krijuan Këshillin Nacional Shërimtar që do drejtonte Shqipërinë. Kështu Shqipëria hyri në një epokë të re politiko-sociale, ku fatet e vendit do të përcaktoheshin nga modelet komunist të asaj kohe. 31 mars 1991, zgjedhjet e para pluraliste, fundi i diktaturës komuniste. Në fund të viteve 80, valët demokratike të Evropës përshkuan edhe Shqipërinë. Lëvizjet e fuqishme qytetare u bën kulmi me demonstrata dhe ngritjen e Partisë Demokratike. Kulmi erdhi më 31 mars 1991, kur mbaheshin zgjedhjet parlamentare të para me shumë parti. Për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, shqiptarët votuan lirshëm. Student, mësues e punëtor shpresonin për ndryshim. Rezultatet e hapura treguan forcat e reja. Partia Komuniste nuk fitoi më shumicën e mëparshme, ndërsa opozita demokratike mbushi ulëset e para parlamentare. Kjo ditë historike vullosi rënien e sistemit monist. Shqipëria hyri në rrugën e demokracisë së shumanshme. Ishte fundi i epokës diktatoriale dhe rinovimi i shpresave për të ardhmen e lirë të kombit. 1 prill 2009, antarësimi në NATO, integrimi euroatlantik. Në historinë moderne, një moment tjetër i rëndësishëm erdhi me hyrjen në institucione ndërkombëtare. Pas dekadash tranzicioni dhe aspiratash evropiane, Shqipëria mori ftesën e madhe për antarësim. Më 1 prill 2009, në një ceremoni zyrtare në Washington, Shqipëria u bë antare e plotë e NATO-s. Ky rast festiv u përkrah nga pothuaj gjithë politika dhe populli, mbështetje mbi 90%. Antarësimi në NATO konsolidoi orientimin perëndimor të vendit, forsoi sigurinë kombëtare dhe integrimin ton në projektin e paqes e bashkëpunimit ndërkombëtar. Sot, pjesëmarrja në misionet paqëruese e pozicioni i fuqishëm në aleancë janë fryti i asaj dite vendimtare. Në këtë rrugëtim historik, me 10 momente kyçe, nga mbretëria antike e Ilire, me sjeta heroike, rilindja kombëtare, pavarësia dhe ecuria e shtetit bashkëkohor, kombi shqiptar ka treguar vazhdimisht për kushtimin dhe sakrificën për liri. Çdo ngjarje përmban betejë të lavdishme, vendime politike të guximshme e kohezion kombëtar.
Historia e shqiptarëve, e rrëfyer përmes këtyre datave, lidhet fort me trimërinë dhe pasionin për të mbrojtur identitetin e përbashkët. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.